Po, faleminderit zoti Bylykbashi. Unë do t'ju ftoja bashkarisht që përtej qëndrimeve dhe dallimeve tona politike ta kthejmë Komisionin e Ligjeve në një komision pune dhe debatin politik apo dallimin e qëndrimeve t'ja lëmë seancës plenare, sepse e konsideroj shumë të rëndësishme debatin dhe produktin që nxjerr ky komision sa i takon ligjbërjes. Sigurisht dua të garantoj të gjithë kolegët e Komisionit Ligjeve për zbatimin me korektësi të rregullorës. Është libri i rregullave tona, është libri i bashkëjetesës politike, që i ka përcaktuar qartë edhe mënyrën dhe organizimin e punës këtij komisioni. Dhe sigurisht është në përgjithësinë time dhe të kryesisë këtij komisioni zbatimi i kësaj rregullore, të cilën do t'i qëndroj deri në fund të konsekuencë zbatimit të saj. Tani unë dua ta hapim mbledhjen e Komisionit Ligjeve, sigurisht bazuar në rregulloren e kuvendit në nenin 34 të rregullorës kuvendit, me qenë se kuorumi është i pranishëm, është prezent, unë e konsideroj të hapur mbledhjen e Komisionit Ligjeve, duke ju parashtruar edhe rendin e ditës, të cilin ju e keni marrë paraprakisht. Pika e parë e rendit ditës është konstituimi i Komisionit për çështjet ligjore dhe administratën publike. Pika e dytë është miratimi i kalendarit 3 javor të punimeve të Komisionit për periudhën 29 shtator 17 tetor, dhe pika e tretë është miratimi i kalendarit raportimeve vjetore të disa organeve kushtetuese, atyre të ngritura me ligj, si dhe të institucioneve të varësisë për veprimtarinë e tyre për vitin 2024. Ky është rendi i ditës që kemi për sot.